Programi jonë është një program social, është për të varfnit, është për të smur. 7.000 raste të reja kene me kancer në vit, 80.000 shqiptarë janë të prekun me kancer. Të bash një analizë me PET scanner është 1.500 euro. E dini sa kushton ajo aparaturë? 1 milion euro. Ne kena një PET scanner në Shqipëni dhe është privat, në i kohë që Kosova ka 5. Kjo është detyra shtetit. Shqipënia ka nevojë për 8 të tillë. Ne i marrim përsipër Shqipënia të ketë 8 aparatura që të shërbejnë qytetarëve shqiptarë të smurve. Qa janë 10 milion euro për qeverinë? Përërohen për ditë spitale të reja. Vidhen miliona. Janë 80.000 familje që vujnë. 66.000 njerëz nevojnë në Shkodër. 900.000 marrin pjesë në votime. Këto janë shifrat prej Organizatës Kombeve të Bashkuara. Prandaj unë i baj thirrje sot këtyre 80.000 familjeve, votoni Partinë Social-Demokrate. I baj thirrje edhe diasporës. Menoni për këta 1 milion varfër në Shqipëni. Në 2013 Sali Berisha ka lanë pushtetin si korruptum. Edhe sot të vjen zor kur shef gjysën e qeverisë në burg dhe në nënhetim. Njerëzit që vjedhin qytetarët nuk na përkasin ne, nuk i përkasin Shqipënisë. Kryetari i Bashkisë Shkodër që drejton fushatën e PS-s në Shkodër është i pandehur. Si mund drejtojnë fushatën një njeri që ka vjedh qytetarët? Kam shumë besim jo vetëm në Shkodër, por në tanë Shqipëninë që ne populli do të na votojnë. Jena vetë me shpresë. Si mund shkojmë në Europë, që ne s'kena aparatura për të smurt. Si mund shkojmë në Europë, pensionet tona janë 100 euro. Si mund shkojmë në Europë, alas kena nda tokat. Ju premtoj shqiptarëve që pa Partinë Social-Demokrate nuk ka majoratë në Shqipëni. Kanë hapë fjalë se ne do bashkëpunojmë me Sali Berishën. Ma parë ban Edi Rama koalicion me Sali Berishën se ban të ndoshi me Sali Berishën. Shkodra fillon me fitoren me 3 mandate.